Vllau im gjithmonë nuk e respekton mamin tim. E shan, çfarë duhet të bëj? Këshilloje vllain tënd që ta respektoj nënën e tij, sepse Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an që të respektohen prindrit. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an as of mos me i thon prindrit. E jo më me shatë, Allahu na rujt. Këshilloje që ta respektoj nënën, sepse xheneti është në shërbimin që i bën nënës. Sa njerëz do të doshin ta kishin nënën e tyre gjallë. Sa njerëz do të doshin ta dëgjonin zërin e nënës tyre. Prandaj këshilloje që t'i bindet asaj, ta respektoj atë, sepse një ditë ndoshta do të bëhet vetë prind. Dhe atë ditë fëmia i tij ndoshta merr hak për këtë gjë. Prandaj pendohu tek Zoti i gjithësisë thuj dhe respektoje nënën tënde.